Përshëndetje të gjithëve, këtu ju kam sjell sardele të skuqura të shoqëruar me pure patatesh. Dje bleva sardelet, majdanozin e japin falas, pastrojmë sardelet, i heqim kokën, i heqim të brendshmet, i lajmë mirë me ujë të rrjedhshëm dhe i vendosim në një picet, i thajmë. Që të thosh recetë e thjeshtë është, por ka pak punë, do i pastrosh, do i lash, aq është ajo sa ta fillosh këtë punë. I pastrojmë, i thajmë me një picet të pastër, guzhine, dhe i zhysim në miell, këtu përdora semola di grano duro, i sitim dhe i skuqim me vaj të bollshëm, këtu përdora vaj lule dielli. Këto shihen kështu e kanë të skuqura, doja t'i futja në furrë, po thash Edi edhe nëse vjen në shtëpia, s'ka problem. E ajrosim, mjafton të kënaqem, i hedhim pak krip dhe i vendosim në një letër guzhine, të thithim pak atë vajin. Ndërkohë zim patatet, mbasi kemi larë me gjithë lëkurë dhe i fusim këtu te këto shtypset e patateve me gjithë lëkurë. Dhe lëkurën ja heqim siç e shikoni në video, 2 thelpinj hudhër. Unë këtë pure e kam përgatitur për ta shoqëruar me peshkun, se zakonisht puren nuk e përgatis në këtë mënyrë. Hodhëm 2 thelpinj hudhër, krip qumësh, lëkurën e një limoni. Është shumë e mirë pureja në këtë mënyrë me lëkurën e limonit, një dorë majdanoz, hedhim brenda, e përzihem mirë. I hedh edhe pak gjalp, mund t'i hedhi me vaj ullivi, po mua m'pëlqen me gjalp. Djath parmexhan nuk i hodha, me që tash do shoqëroj me peshkun dhe doli vërtet fantastike. Përzihem mirë, derisa konsistenca të jetë kremoze. Ky është rezultati, gati për ta shërbyer dhe vërtet fantastike kjo pure për ta shoqëruar me peshkun. Vendosim edhe sardelet në një pjatë, edhe kur thot Eli qa të hash me sy. Shpresoj t'ju pëlqejë edhe juve, ju uroj një mbasditë të këndshme. Ciao, ciao!